Ditën e djeshme ka bërë bujë në media turke dhe shqiptare lajmi se kompania Turkish Airlines do t'i dhurojë Shqipërisë një avion të tipit Airbus A319 me vlerë tregu rreth $11.9 milion. Por në të vërtetë ky nuk është një lajm i ri. Pamfleti e ka publikuar i pari këtë informacion më 13 nëntor 2023, duke zbardhur kontratën e plotë të protokollit të nënshkruar mes dy qeverive. Ajo që po qarkullon tani është veç se një copy-paste nga lajmi ynë i përkthyer dhe i amplifikuar për efekt të reagimeve që kanë ngjallur brenda Turqisë. Megjithatë, përtej faktit se ky akt u paraqit nga qeveria turke si një simbol miqësie dhe bashkëpunimi me Shqipërinë, ai ka ngjallur reagime të forta në opinionin publik turk, ku miliona qytetarë përballen me rritjen e varfërisë dhe çmimeve. Sipas gazetës opozitare Yeni-Цаг, qeveria turke vendosi të dhurojë një avion miliona dollarësh në një kohë kur paga minimale për vitin 2026 në Turqi është nën kufirin e varfërisë dhe miliona qytetarë ndodhen të dënuar me uri. Lajmi për dhurimin e avionit u botua zyrtarisht në fletoren zyrtare të Turqisë, duke e bërë marrëveshjen të detyrueshme. Nga ana tjetër, portali Haber Hürriyeti ngre një tjetër shqetësim. Pse një avion dhurohet për qëllime politike, kur me të njëjtën shumë mund të bliheshin të paktën 2 ose 3 avion zjarfikës për përballimin e sezonit të zjarreve në Turqi. Sipas të dhënave të tyre, me $12 milion mund të bliheshin deri në 3 avion Canadair CL-215 të përdorur për shuarjen e zjarreve. Me kapacitet mbi 5.000 litra ujë ose mund të modifikojë vetë Airbusi i dhuruar, duke e kthyer në një avion me kapacitet deri në 70.000 litra, i ngjashëm me versionet që ka në përdorim disa vende të mëdha për emergjenca. Në një vend si Turqia, ku çdo verë përballet me zjarre masive dhe kapacitete të pamjaftueshme për shuarjen e tyre, kritikat ndaj dhurimit të avionit janë të ashpra dhe të drejtë për drejta, duke e cilësuar vendimin si show politik në vend të një politike efektive të menaxhimit të krizave kombëtare.